Po ne kthehemi tash ke gjithë historitë e asaj, ti the ku është Trumpi, me kë është Trumpi etj. Pika parë unë besoj herë që Judejtja kanë dalë në Amerikë që të bëjnë luftën me Iranin. Ky është një fakt që asnjë s'mund ta mohoj. Ky është, si thosh, një fakt i konfirmuar. Po. Apo jo? Po. Po gjithë e di ku është problemi. Ne s'ta bëjmë pyetjen se. Nga që e bona vetëm atë emisionin e Tentës, edhe ka marrë shumë reagime këtu. Që s'janë vetëm të mia ato mendimet, por unë kisha mendimin tim sepse mendoj që Trumpi më në fund vlla e tregoi që është i pafuqishëm, në mos nuk është kukull, është totalisht i pafuqishëm. Je i sigurt për këtë? Edhe ka bërë një autogol të frikshëm vlla. Je i sigurt? Po 100%. 100% i sigurt. E di pse jam 100% i sigurt, sepse nuk e rekuperon dot më dëmin elektoral që i ka bërë republikanëve vlla. Problemi është ai pika për dëmin. Tani pika për dëmin, nuk e di unë vlla, unë di një gjë që i kanë dalë miç e maç, i kanë dalë republikanë dhe demokratë, e gjithë kundër. Fal, po këtë podcast kemi një vit që diskutojmë çarin e magës. Tjerët se kuptojshin e thosh. Jo, po problemi është që çarja e magës erdhi nga vetë ky që ideoi magën vlla. Më fal, po unë kam thënë gjithmonë që maga do çahet para zgjedhjeve. Dhe do ketë, si thosh, anti-Trump, pro-Trump. Kjo do jetë miga maga. Ne kemi thënë këtë gjë. A është mbra Trumpin këtë lojë? Gjithë kjo është pyetja. A është Trumpi brenda kësaj loje? Kjo është gjithë çështja. Po kjo është tema e diskutimit. A është Trumpi në dy lojrat? Unë mendoj se po vlla. Ti si mendon? Unë mendoj që Trumpi luan me të dyja lojrat. Vazhdon të luajë akoma dhe luftën që është me Tuckerin. Vazhdon të jetë prapë në lojë, në luftë. Pse? Më fal, është në lojë me të dyja palët. Pse? Sepse po realizohen objektiva të njëkohshme. Në Amerikë antisemitizmi ka arritur për masa më të mëdha në historinë e Amerikës që nga lufta e dytë botërore, para luftës së dytë botërore, që ka qenë koha kur kishte edhe Partia Naziste, e di shumë mirë. Po, deri në 67. Po ke parasysh ka pallati i madh ku bën neshjet në Amerikë, në New York, Manhattan, ja harroi emrin atit pallatit, bëhej marshimi i fashistëve në 34. Apo jo. Dhe bëhej më i bukur se sa në Berlin. Po ta kapësh në organizim. Ndërkohë që në të njëjtin vend bëhej festa e Balit, duke demonstruar pikërisht se si Bali ante fëmijë nga e kundërta e tyre në atë kohë. Ka pas më shumë liri në atë kohë se s'kishte media sociale që të kishte këtë reaksion dhe ishin më të mbyllura gjërat. Thjesht blica gazetar dhe marrëshe punë në atë kohë. Se s'kishte as televizion as gjë. Shumë në filmim që bëhesh për këto kino ditarët që shfaqeshin para filmave në kinema. Në atë kohë nuk ishte televizion dhe njerëzit shkoshin kinema me pa lajmet. Më kupton logjikën, me kino ditarët e mëdhej. Edhe në kohë të komunizmit kur ishim neve në Shqipëri, ne para se shifshim një film, na shfaqnin një film dokumentar propagandistik. Dhe shifshe ti i film tash do durohet 20 minuta, me pa 30 minuta, me pa i film dokumentar, para se shifshe film turk për shembull, Gruaja më e bukur, siç kanë qenë sa filma që dyndeshe gjithë mileti. Edhe ishte gallat se vishim ka Lidemi, kishte marrë Lidemi, isha në klasë parë, klasë 5. Ishte gallat. Vishin gjithë njerëzit përpara Gruaja më e bukur dhe manin radh për turnin e dytë të kinemas. Kishin njerëz që kishin ardhur për tu se këtë s'kishin bileta për këtë të parë. Edhe tash do duroj 20 minuta me pa film dokumentar me këto propagandës, metalurgu, traktoristi, këto budalliqe. Ato të mira kanë qenë si të impenjonin, të motivonin, që të bëjë muhabet. Fiks më vëlla, fiks. Të nifje spiuna, nifje fuksat, kush është ai që duke ruajtur çfarë do thojë. Po që kishte rob që rrishin shifshin 4 herë një film. 4 herë. Ja, unë shifte Gruaja më e bukur. Kush di ç'bënte natën ai me atë film fantazinë vet po nesër. Film turk. Mirë ata që i kanë larë çarçafët. Ai duket se s'kishte kushtalante. Okej, pas ka pas pa larë, në fishkrede. Tani koncepti koncepti është që në atë kohë në atërshme ne kemi të qartë që ishin më të qartë, edhe gjen media sot amerikane gjëra çuditshme që as ti kaptrori sot. Unë besoj që urrëtia ndaj kontrollit që bëhet mbi Amerikën nga këta tani merr formë reale, pasi merr formë ideologjike politike parcelash. Pra, fillon të krijohet demografia e përkatëse. Për herë të parë. Çdo do të krijohet. Çarja e magës krijon institucionin përkatës. Domethënë, maga e çar nuk ka shanse të fitojë as si palëzjedhje për 1000 vjet. Trumpi ka bërë një postim çuditshëm para 3 ditësh, ka nxjerr mandamin në fotografi, ke profili vet, duke hedhur një batutë pozitive. Dhe s'është kuptuar ende. Unë kam nxjerr teorinë time, një musliman që del kundër këtyre fiton zgjedhjet. Mendoj një krishter që del kundër këtyre, çai bën zgjedhjeve. Kjo është argument. Dhe ne tash kemi një çarje zyrtare brenda magës. Po. A Trumpi këtë lëndë do marrë vesh në fund të zgjedhjeve. Qofse republikanët pse një katastrofë, e cila është e parikuperueshme për vitin 2028, do thotë që do kemi në 2028-ën dy kandidatë për president, nga republikanët, nga dy magat.
pra Miga dhe Maga. Takeri ka filluar të lakohet për shumë, një gjë që ta kam thënë para një viti, si kandidat për president. Ka një muaj që po lakohet, sidomos javën e fundit që u qa me Trumpin. Pasi çarja ti me Trumpin, publike, ke për Trumpi tha ky nuk është Maga, dhe ky thotë që unë jam Maga, ti je Miga, në këtë ndarjen e madhe, për t'ia bërë publiku të qartë, Make America Great Again Maga, Make Israel Great Again Miga. Pra, nëse Trumpi kishte thënë një gomarlik tjetër që një faqe që e suportonte shumë, thotë the gayest shit ever I've ever heard and I've ever read. Mund të thash, we are going to make Iran great again. Miga, make Iran great again because those people are enormous, are gorgeous, the civilization, po neve po luftojmë revolucionin islamik. What the fuck, bro? Do të thonë kush e beson këto broçkulla më, dhe më pëlqeu shumë ky tipi, ky palestinezi që ka dalë tek Piers Morgani. Kam parasysh. Po si mund besosh ta është egjiptian? Egjiptian, po me grua palestineze, egjiptiane. Si mund besosh ta një shtet që sulmohet kur ka bërë fals flag tha në kaq edhe ti rendit 1, 2, 3 fals flagu më i madh në histori është 11 shtatori. Absolutisht. Për çfarë duhet me hyta në Irak? Kush i beson më këto hyra në Irak për bomba bërthamore? Pra ti po thua që debati elektoral do të jetë edhe 11 shtatori apo? Debati elektoral që do fundoset Miga e Magës së Trumpit është 11 shtatori vëlla. Yes. Po ideja është domethënë që Trumpi, unë ta kam thënë ty idenë time për Cezarin. Po nuk besoj se është shumë mediokër për qenë Cezar, o vlla. E di pse është mediokër, sepse nuk mund të thuash dot kur e pyeti një gazetar në avion, se unë para se të vija këtu po lexoja vlla, edhe po dëgjoja. Se tani me video nuk ke ça lexon tek to vlla, gjëra që ndodhin reale, a kupton? Vetëm me video ku kap ti shikosh a është AI, a s'është AI, bla bla bla, se tani na është futur dhe AI të merr fare, nuk ke ç'a të besosh. Pse janë vrarë vajza i thotë? Kjo është pyetja. Unë mendoj që nëse ka një pyetje, kjo është pyetja. Kjo e vajzave, për mua. Pse janë vrarë vajza valla? Edhe ky thotë, atë e bën tha regjimi iranian tha, e kanë vrarë regjimi iranian, jo neve. Ne nuk kemi informacione tha, por besoj që ata e kanë teknologjinë ushtarake aq të dobët dhe aq të vjetëruar sa nuk i llogarisin mirë koordinatat. Domethënë këta të fynin inteligjencën. Jo, këtu do rrim ne çik. Hetimi i kësaj gjëje do të jetë shumë i rëndësishëm për ato që do ndodhin në javët në vazhdim, pasi vrasja e 180 më duket. 168. Ka qenë numri kur e bona unë. 168 fëmijëve. Po është tipike që kemi 4 vjet që e shohim në Izrael. Bashkë me 14 mësuesit vetë 182. Që ja bëjnë palestinezëve. Pra, është një fotografi që ne kemi parë, është një film që ne kemi parë. Domethënë është një kasetë që ne kemi parë. Dhe ne e dim kush e bën këtë kasetë. Gjithmonë ata. Sa është bërë kjo nga amerikanët? Pse është bërë kjo nga amerikanët, nëse është bërë? Si është bërë kjo nga amerikanët? Ky ka një hetim të hapur. Dhe nuk është nga ato hetime që mund mbulohet. Të siguroj. Mund zgjasi, mund ta mbajnë mbuluar këtë për një periudhë, por një ditë do zbulohet. Sepse ka një problem me këto bombardimet. Aeroplanët kur bëjnë një bombardim, apo raketat ose dronët kur bëjnë, janë të gjitha 100% të regjistruara. Janë 1.000.000%. Po kanë paketën e zezë. Po nuk bëhet shans më ofshej gjë e tillë. Pse? Mund të mbahet sekret. Po kjo ka për të hapur në Senat. Do ketë seancë hetimore për të zbuluar kush e ka dhënë urdhrin, si është bërë ky urdhër, dhe unë sot bëj një parashikim timin në lidhje me këtë histori, që nuk do ketë asnjë diskutim që kjo do jetë një kurth i Mossadit, Izraelit, që as kam asnjë dyshim që ata e kanë bërë këtë, sepse ata dinë ta bëjnë, e kanë bërë gjithmonë dhe dinë ta bëjnë me duart e tjera. Avokat, kam nxjerr një video vëlla live, është e tmerrshme vëlla. Do ta tregoj ty se hedhim dot aty se është marrë nga tërët të Ballkan. Po çfarë pse? Është e konfirmuar. Po ju mund të futet shusin mes nesh. Nëse gjithsesi un po ta jap ty vëlla, sepse nuk e kap algoritmi kur futet mes nesh, kështu nisi kuadrat i vogël. Shumë bukur do ta jap Andreas. Di Andrea ta bëj? Ishte një djalë vëlla. Ishte një djalë që kishte hapur live stream me një nga ushtarët e IDF-s në Gaza. Dhe i thot me qeshur ky tipi. Shikota, kemi rrafshuar gjithën me armën aty. Po kanë vrarë shumë fëmijë tha, o idiota, po kanë vrarë fëmijë, po ne edhe përdhunojmë këtu, edhe qeshta. Ushtari i IDF-s. Po, kështu janë rritur. Ç'sa ka lidhur? Tani vëlla, unë nuk e kuptoj domethënë, a janë këto krime lufte, as janë këto krime lufte? Më fal, do të bim dakord me një gjë. Çfarë quhet krim lufte? Bëjmë mirë marrëveshje fjalë. Ç'a quhet vëlla? Po të pyetje ty tash. Në luftën e dytë botërore, bombardimi i Shqipërisë nga anglo-amerikanët.
me aeroplan në për qytete. A është krim lufte? I kujt? I anglo-amerikanëve në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore në për qytete. Bombardimi. Po. A është krim lufte? Është gjykuar ndonjëherë? Jo. Bukur. Vazhdojmë. Bombardimi që kanë bërë këta në Dresden, anglo-amerikanët. A është krim lufte? 100.000 të vdekur, kështu të djegur gjallë me bomba të ndaluara me konventa ndërkombëtare me squfur dhe me 2 shpërthime. Futeshin, bishin kodin, pastaj shpërthenin flak që mos shpëtonte asnjëri. A është krim lufte? Po. Bukur. Vrasja e robërve gjerman të luftës në për parcela gjigande, si thosh, shfarosje, ku duhet vdisnin burrat gjerman dhe djem gjerman në jashtëqitit e tyre. Ti ke parasysh të shkruajnë ke Talmudi ata për Krishtin. Që të vdisin në jashtëqitit e tyre, sepse s'kishin as ku të rinin, as ku të bënin nevojat e tyre, as të lashin pas as bukë me hongër. Ishte dhe nuri. Një grua gjermane po të vinte me një shport me bukë, e vrisin me njëherë amerikanët me urdhër. A është ky krim lufte? Po. Bukur. A gjykuar ndonjëherë? Po çfarë gjykohet? Këtu rrim. Gjykohen vetëm krimet e të mundurve. Kur krim, ç'është krimi i luftës? Krimi i luftës është diçka që e bën fitimtarin ndaj të mundurit. Është një shpikje e tyrja që nuk ekziston, që nuk ka shanse të ekzistojë. Mund të marrë vetëm një model amerikanin në Gjermaninë. Do një informacion për luftën e parë botërore, që më ka dhënë një profesor, një miku im. Po. A e diti që lufta e parë botërore zyrtarisht ka filluar në 3 gusht. 28 korrik u vra Franz Ferdinandi, 28 qershor, 28 korrik u mobilizua Austro-Hungaria, po s'ka shpallur akoma lufta. Dikush e ka bërë luftën e parë. Rusia, Tsar Nikola. Të dy ndatën 3, 2 orë para. Tash neve kemi mësuar në histori që Gjermania nisi luftën kundër Serbisë bashkë me Austro-Hungarinë, apo? Po. Pas kërkër kishte qenë totalisht e kundërta vëlla. Është edhe më keq. Kur bashkimi sovjetik, Rusia, Perandoria Ruse shpalli rekrutimin e përgjithshëm ushtarak. Patë shumë ndërmjetësa që i thanë, mos e bëni s'do. Dhe Gjerman thanë, me që këta po rekrutohen, gjithë po rekrutohemi edhe ne. Të pjetshëm. E kanë bërë të pjetshëm. Po. Që si filloi ajo luftë? Ajo luftë është Gjermani po them. Po është një luftë mashtrimi i madh. Gjitha palët janë viktima. Të gjithë organizonte Anglia dhe Anglia është nona me anë të City of London të gjithë luftrave që kemi parë, pasi është Bank of England, loja e gjithë luftrave. Që ditë se kush e ka dhe ditë pse i bën këto luftra. Unë dua të bëj një dallim qartë sot para publikut çfarë quhet krimi i luftës. Krimi i luftës është rrena më e madhe që shpikur ndonjëherë në histori. Pse është rrena më e madhe? Sepse krimet e luftës, pavarësisht se kanë disa standarde ndërkombëtare të klasifikimit, të përcaktimit, të identifikimit etj, është një rrenë. Pse është rrenë? Është rrenë sepse përdoret sa u duhet. Dhe sa u duhet nuk ka krim lufte. Pra krimi quhet kur duhet. Tani marrim me radhë gjithë Evropën. Bëjnë kështu si shpirti keq me rusët, apo jo? Po. Kanë akuzuar Putinin për rrëmbi fëmijësh në Ukrainë. Po ndërkohë ne kemi parë nga Joseph Epstein që i pas kanë shpëtuar. Apo jo? Po. Se po ti kishin lënë aty kush e di ku do përfundojshin. Vetëm në cilën kasapan në ndonjë fermë të Teksasit, apo jo? Vetëm 2 burra nuk janë gjetur e bënde Epsteini që nuk të vinë kurrë, është Erdogani dhe Putini vëlla. Pra, ne kemi si thosh fjalën krim lufte të akuzës që i bëhet Rusisë. Por ndërkohë, në sy të gjithëve i kanë bërë këta në Gaza në mënyrë spektakolare, duke nxjerrë vetë videot që thotë ti. Ne kemi nxjerrë atë videon që ka bë buj, që ata zgjidhin këngë nga 2 fëmijë do vrisnin. Por mua marron nga 3 fëmijë. Por mua marron çdo lloj video, nuk kam më në kuptim të japësh në video më kur kemi dhënë atë, sepse ai thotë të gjitha. Këpër kur 2 ushtar shesin mend para popullit tyre, se si po zgjedhin si mbas, kënjë nga 3 fëmijë do vrasin, edhe diskutojnë të vrasin këto apo ato. Vëlla, është një rabin që del neve censurohemi me thon Izraeli po bën krime lufte, na quajnë antisemit vëlla. Del rabini dhe thot 6 miliard njerëz, India, Kina dhe çaj fut në një tjetër aty edhe muslimanët, duhet të shfarrosen gjithë apo duhet të vdesin gjithë, më nuk e meritojnë të jetojnë. Ne thot rabini më. Ora un po them, ti ke thënë këtu i video se si 2 ushtar po vrasin një fëmijë dhe po zgjidhin këto vrasin. Mënyra si ata e diskutojnë dhe si qeshin, si gëzohen, nga mënyra e vrasjes tregon sepse ata kanë video TikToku. Ata po tregojnë popullit tyre që të kënaqet. Pra këtu mbaron diskutimi i ligësisë në raport me krimet e luftës, por këtu fillon debati. Ora kush janë këta që diskutojnë për krime e lufte në Europë? Që këta njerëz mund të bëjnë pushimet në çdo plazh të Europës, apo këta 2. Këta që po vrisin fëmijë
kërkojnë të shërbejë dhe nëse dikush refuzon të shërbejë, akuzohet për antisemitizëm dhe ky personi i hiqet licenca, vgjobitet deri në burg apo jo. Pra kjo është Evropa, kjo është perëndimi. Jetojmë në këtë planet, në këtë botë, në këtë lloj standardi. Për aq kohë sa thot ajo von der Leyen, për ne jemi thar Talmudit ka marrë Europa valla. Fiks, po kjo është Europa. Këtë kështu është themelu në barimin e Talmudit. S'ka si me Evropën e krishterë. Pse hoqin qafe Papa Benediktin e Gjermanisë? Benediktin po, Benediktin i 16. Në mos gatrojmë unë me emrat. Benedikti i 16. E hoqin qafe sepse ai ngriti tezën që Evropa bazohet mbi parimet e krishterimit. Dhe tha pse nuk do të jetë Turqia pjesë e Evropës? Dhe po bën të shpjegimin ai. Për Turqia tha ka pushtuar Konstantinopolin, ka këtë dhe është mirë që të jetë partneri jonë më i mirë, por jo antar i BE-s, sepse ne duhet të ruajmë themelet identitetin tonë vëlla. Shumë pastër është. Soros i bëri Putin, Obama dhe Merkel. Dihet treshja e madhe që bëri Putin për të rrëzuar. Atë sonë atë barmenin e Argjentinës, që ishte një pro LGBTI neveriç. Po, ai që shikonte futboll. Po, sa fitoi Amerika Trumpi, sa shkoi JD Vance për 24 orë shpall vdekje. Ka vdek të se di, po di që nesër nuk ishte më direkt. Erdhi një Amerikan i cili është kështu, si thosh një konsensualist me gjithë palëve brenda Vatikanit, për të krijuar kështu një tranzicion. Tani, këndvështrimin tim, ne kemi thënë që në kohën e pandemisë, Vatikani ishte qendra e Satanit, ishte sinagoga e Satanit, sepse të futesh në Vatikan në obor me shkel aty për të pa meshën, duhet ishe vaksinuar 3 herë. Domthon, tamam punë e djallit. Kjo nuk mund të ishte më sinagoga e Jezusit. Kisha e Jezusit, kjo ishte sinagoga e Satanit, gjitha kuptimi, që vetë Jezusi kishte thënë. Pra, ne jetojmë në këtë botë. Pra, jemi këto standarde. Dhe lajmi më i fundit është që në Itali sapo shpiratuar një ligj, ka shpërthyer Italia tani. Majtas dhe djathtas, se kjo vërteton tezën më të fortë që un kam nxjerrë në herë në ndonjë podcast, që kam nxjerrë te ky podcast, që kam thënë që Sorosi dhe Bibi janë bën njerëz xhelozë. Pse? Kam parë në vende të tjera. Do të masakrohesh. Përshëndes Altin Tufën. Do masakrohesh. Përshëndes Altin Tufën, ke pisku. E kam mik të vjetër dhe është një nga djem që kur e kam mend më shpërgjigj për halle. E kemi Helidonin. Ta dërgova mesazhin e Helidonit dia. Po, më shpërgjigj para shumë vitesh, kur kisha hall kështu në kohë reale, ishte i zënë me punë etj. Edhe kur kam bëja 2-3 intervista me të herë unë herë ai, ke parasysh jemi kënaq. Edhe tha do të ftoj prap. Tani rrim këtu i herë ke pjesa që kemi ke tezat. Teza shumë e rëndësishme. Masakroheni sot, keni drejt me masakrues, është gabime. Një nga tezat e mia më të rëndësishme në botën e gjeopolitikës botërore, këta gjeologji, un kam ngrit tezën që Sorosi, Majtas, Bibi djathtas janë dy duart e familjes Rothschild, një Majtas, një djathtas. Dhe kjo ka përcaktuar kontrollin global botëror të ideologjive politike që vetë Takeri e ka denoncuar para një viti, tha na rretën tha Majtas djathtas. Jo, më tha. E mira kundër të keqes ta, nuk është e Majta dhe e djathtë. Majta e një tha. Koncepti ku e kuptoj këtë apo? Po. E kuptoj të vetë ime vëlla që ndonjëherë dua të jap zgjidhje jetës ose politikisht të ta vjedh atë ujtat. Patjetër. Pse s'ta ka selluajna? Ma ka sjellë po marrom. Bof mirë. Andrea ujë tjetër. Unë e kuptoj vëlla te kjo pjesa që ndonjëherë nuk dal komplet kundër politikave të djathta që ne jemi të djathtë vëlla. Sepse e shoh ne jemi të djathtë. Sepse e shoh që nuk kecën, më thënë, me vetëm me politika djatha nuk çohet përpara. Duhet të marrësh disa të shtresë, më thënë duhet të përfshirë dhe stresën sociale. Absolutisht. Do të thotë kjo. Nëse ty do duhet të hapësh një sistem arsimor që ti përfshi të gjithë fëmijët e kombit, kjo nuk është politikë djatha, kjo është politikë majt, sepse ti do kapesh me stresëzimin. Po unë do jepja jetën edhe do dilja nga çdo lloj gjëje djatha vetëm për ta mbrojtur atë lloj gjë. Absolutisht. Edhe unë për këtë luftë po kjo është e djathtë. Vlla, unë jam për këtë luftë, unë jam revoltuar ti e di shumë mirë vetëm se po vritem prap fëmijë vlla. 20.000 në Gaza, në Iran, gjitha me radhë. I ke mbyll gjitha diskutimet që mund të bëjnë ty njerëzit, që kur ke ngritur pyetjen dhe aty ke ngelur dhe aty duhet ngelim gjithë, pse u vriteshin vrarë këto gocët e vogla. Marron këtu është gjithë historia. Kush është armiku vlla? Absolutisht. Absolutisht. Po të kishte ndodhur vlla në Amerikë largo zot, sa unë nuk dua që të ndodhi. Se ndodhi atje, s'dua që të ndodhi atje ta kuptojnë ata. Po të kishte ndodhur në Amerikë ose në Tel Aviv. Dishim ngrit gjithë, do kishim ngrit qerin. Do ishte bënë për botë vlla, këta terroristë, sa dyqane do kishin furnizuar vetëm me qerin. E pra vlla. E kuptove ku e kisha. Pse bë diferencimi midis një fëmijë amerikan dhe një fëmijë afrikan? Po fiks pra se ka një hipokrizi që vjen nga lufta e dytë botërore, që u shpik Nurembergu. Po. Për të institucionalizuar që krime bën vetëm i munduri, nuk bën fitimtari. Po. Ky është thelbi i Nurembergut. Dhe në Nuremberg u ndërtua institucioni i fitimtarit
duke përkufizuar fjalën krim kundër njerëzimit. Ne jemi akoma në 2026, ende s'kan filluar gjyqjet, madje kishin vrarë një nga dëshmitarët kundër Bill Gates. Po, e pasha. Kishin vrarë një nga dëshmitarët. Në Holland bëhet një gjyq i famshëm për krime kundër njerëzimit kundër Bill Gates, kanë arrestuar avokatin, kanë arrestuar këto qeveritë demokratike, kupton se rrena e madhe, kupton ku jetojmë ne. Në momentin që ne kemi 6 vjet nga pandemia dhe ende nuk është hapur gjykata e Nurembergu 2.0, ti kupton që Nurembergu vetë si koncept është një mashtrim. Po që Bill Gates sot kishte marrë aksidentalisht të drejtën për të modifikuar genetikisht dhe në mënyrë sintetike ushqimet në Amerikë. Më mendoj që ka marrë përpara, po ne tash e marrin vesh. Tani kishte dalë lajmi se po e kontrolloja. Domethënë doset Epstein s'ka problem, ky prap vazhdon. Unë besoj që fitoria e Tuckerit në narrativën publike, në perspektivën që t'i afrohet, do të jetë një temë interesante të kemi sot për debat, por përcakton pikërisht një nga thelbet e luftës reale në këtë botë dhe do diskutojmë me radhë se kemi kohë sot, ne kemi, shqyqy që jemi dhe e diel. Një nga gjërat më të rëndësishme që kemi në aspekt është e majta e djatha apo e mira dhe e keqja. Për mua është dritë kundër errësirë, ashtu ka qenë tërkozlla. Kjo është teoria e Tuckerit. E majta dhe e djatha është idiotësia më e madhe që ka parë. Kjo është teoria e Tuckerit në fillim të gjysmës, në fund të gjysmës parë të vitit kaluar. Këtu ka filluar ajo çare e madhe që korrespondon edhe me momentin që mbaron zgjedhjet e Shqipërisë, do të thash tash jam njëri i lirë, nuk kam pse të kem kufi dhe do filloj lirinë time ta kem me pash. Unë besoj që pyetjet më të rëndësishme që shtrohen në këtë moment ka të bëjë me faktin të marrin vesh kush është ne e kush është ne, kush këtu e kush aty. Sepse ka një rrëmuj të madh dhe ka një konfuzion të madh kush janë palët. Kush Trumpi gjithsesi? Trumpi tash është në krah Bibit Netanyahu. Ky është fakti. Kjo luftë është luftë e Bibit Netanyahu. Ky është fakti. Aty janë vrarë 168 vajza të vogla. Ky është fakti. Gjithë pyetjet janë kush ç'po bën çfarë? Apo. Unë besoj që kjo luftë është lufta e Izraelit. Asnjë dyshim. Edhe për mua. Por unë mendoj që përveç se është lufta e Izraelit, është dhe lufta e Amerikës. E do ta analizojmë këtë. Po, është lufta që ta marrin vesh edhe njerëzit që mos bëhet kështu kakofoni, është lufta e Amerikës kundër Kinës. Dhe mua mu than tek oponenca nga një i ftuar i joni, thash pend mos e ngatro me Venezuelën. Për mua është, do të thënë mota movlla, u nis Venezuela sepse po bënte kontratë me Kinën për rezervat e naftës, vajti aty po tregoi që këtu nuk hyn dot sepse është kriza kubane e raketave, a kupton ti, nuk më vjen dot mua në territorin tim tot Amerikat, në vishën cillesh marrësh rezervat e Venezuelës kur unë kam 200 kilometra në vija ajrore. Ti zguxon dot. Por tani Amerika shkon dhe ja prish Kinës edhe në kufirin e vet. Por ka për të prish gjithë në emër dhe po ja prish gjithë në. Unë jam i sigurt që arsyeja pse Trumpi ka gjetur justifikimin për të bërë luftën e Izraelit ka qenë lufta e Amerikës, se ku arritëm, s'ka rëndësi, po ku arritëm. Arsyeja që Trumpi bëri luftën e Izraelit për justifikimi për amerikanëve që lufta e Amerikës, apo jo? Siç kanë qenë gjithë, jo, në këtë rast është edhe më fort. Në këtë rast hapur po bën luftën e Izraelit, de jure me flamurin e Izraelit, ky është fakt publik, po ndërkohë po bën dhe luftën e Amerikës. Pyetja është, a do e bënte luftën e Amerikës, po të mos ishte lufta e Izraelit? Kjo është pyetja. Unë besoj që këto hipoteza nuk do ja mbante dot bytha avokat. Fiks. Se po ta them Izraeli i ka garantuar Trumpit atë që ndodhi para 2 ditësh në Kongres Amerikan, që njerëzit nuk e kanë trajtuar fare. Në Kongres Amerikan u kërkua t'i kufizoheshin kompetencat Trumpit në luftë. Dhe demokratët votuan po Trumpit. Cilët demokratë? Ata që kam thënë. 200 votat e AIPAC-ut në Kongres. Pra, që të bënte Trumpi luftën me Iranin, i duheshte një superfuqi e brendshme në Amerikë. Po shfitore si e pirës kjo më. Jo prit, po jemi larg fundit, prit. Jemi herë ke fillimi i luftës. Që Trumpi të guxonte ta bënte këtë luftë, i duhesh një fuqi e brendshme në Amerikë, që të kontrollonte Kongresin dhe Senatin, asnjë do ta lejonte. Nuk është puna e Tuckerit. Tucker është tjetër histori dhe ka shumë peshë të madhe për ato që quhet 2026-2028. Në perceptim publik Tuckeri e ka fituar mbi Trump. Për mua Tuckeri ka i vit që ka fituar betejën. Për mua, se unë jam me Tuckerin, ne kam thënë. Për shembull, për kandidat të ardhshëm të Amerikës jam pro Tucker Carlson vlla. I bardh kristian në krye të Amerikës. Kaq është shumë e thjeshtë. J.D. Vance dhe Peter Thiel janë dora i pakut ta dorë më një. Kjo lutë përcaktoi fatin e J.D. Vance. Jo, ai u tregu që nuk është vlla. Trumpi e konsumoi atë. Ai u dogj. Trumpi e konsumoi. Ai u vet dogj vlla. E përdori aty ku duhet ta mante larg.
Në moment që du ta mante larg e futi në tryez, në moment që bënte operacionin. Pra e bëri bashkëfajtor. E këtë bëri dhe me Tulsi Gabbard. Po ashtu e bën edhe me Marco Rubio ai. Po. Që ja thon mes të kongresit. Marco Rubio ka për krenari, dëgjoj. Pesha e Marco Rubios vdes për kështu gjonesh. Po. Maron, ke pra kur i thot Trumpi, ti je presidenti i Kubës, ti je përfaqësuesi i Amerikave, etj, këto lëra që bë Trumpi, ai maron, ai për atë punë është aty. Është tjetër gjë JD Vance, sepse do të ruhet për 2028. Po. Dhe Trumpi e konsumoi këtë herë, e morin tryez bashkë me Gabbard dhe i prezantoi në tavullën e luftës. Pra i bëri bashkëfajtor. Ky i hapi terren të lirë Tuckerit apo jo? Po. Apo jo? Po. Bukur. Tani koncepti im është që kjo luftë i duhesh Amerikës. Po. Por kjo nuk është lufta e Amerikës, është lufta e Izraelit. Pse e them këtë gjë dhe kjo duhet kontradikte madhe. Trumpi nuk kishte asnjë kapacitet politik, konsensusi në Amerikë për të bërë luftën kundër Iranit. Po. Zero. Po. E vetmja mënyrë për të bërë luftën kundër Iranit ishte Izraeli. Po. Pra ishte Izraeli që donte aty, pra ishte lufta e Izraelit. Po. Në Kongres Trumpi ka përcen çdo pengesë sa të ketë Bibi Netanyahu si palë e interesuar. Pse? Sepse Bibi kontrollon votat e duhura në Kongresin Amerikan nëpërmjet lobit madh sionist, AIPAC, Rothschild, të majtë e djathtë, nuk ka më ngjyra, ke parasysh. Se tash po zhvishin lakurish. Kjo është koha që po zhvishet lakurish e majta dhe e djathta amerikane sioniste, apo më saktë judaike në thelb. Ky është thelbi. Zioniste, mbaj më mirë të zioniste. Jo, po të majtët janë antisionistë, ja këtu është gallata. Pra, këtu diskreditohet për herë të parë në historinë e Amerikës e majta judehe e Amerikës, që është shfaqur gjithmonë si antisioniste. Pse diskreditohet për gjithmonë? Sepse unë të kam thënë ty që Tucker ka bërë një aleancë në vitin 2025 midis opinionistëve të majtë antisionistë. Po pra Çenku Ujgur. Po, një nga rastet. Një nga. Po ja shumë. Një nga rastet, po. Po ja shumë. Po. Dhe aleanca që ka bërë Tucker, kam thënë, ka krijuar një koalicion. E kisha marrë Çenkun në emision. Ore, do habitesh. Tani më është bërë Tuckeri, më është bërë domethënë një vetmi burim i besueshëm. Fitor. Jo, ti e di që unë kthej vëlla. Domethënë në momentin që ka arritur natyrshëm si do arrin gjithë. Domethënë sepse është logjika që të çon aty. Midis Charlie Kirk dhe Tucker Carlsonit, do zgjidhet të jetën Tucker Carlsonin sepse Charlie nuk e di ka vdek apo jo vlla, po ndjesi pas shpirti po të ketë vdekur që është sakrifikuar. Gruaja e tij vlla e tregoi se çfarë ishte. Po, dhe po diskreditohet çdo ditë apo jo? Po. I ti rrojnë $1 miliard. Ti rrojnë që i ka marrë nga lobet e tyne, si kanë as i vlerë, nuk ka më efekt me dalë në publik. Do e vinë vetëm ca me kapuçzi këtu. Po pra po. Ka humbur më kes. Kullesha gojim, e ka pranuar që gojim vlla. E ka shkatëruar Candace Owens. Një femër ka shkatëruar institucionin më të madh politik të Izraelit në Amerikë. Po, turning point. Dhe çfarë ka bërë ndërkohë? Ka krijuar një decentralizim me goditjen e saj, të gjithë turning point-ve lokal, të cilët kanë qeftojnë Tuckerin, Candace në takimet e tyre. E shumë të tjerë, se s'po du me hyj gjithë emrave. Vazhdoni dononi se do t'i lexojmë miq. Do t'i lexojmë gjithë. Patjetër, me ngejemi sot. Pra, koncepti është që bëni pyetje interesante. Ne jemi përballë një koalicioni amerikan. Jo djathtas majtas. Amerikan kundër pushtimit jude mbi Amerikën. Po, a mund të cilë kjo luftë civile? Zero. Pse? Sepse po ti shohësh palët. Domethënë ti mendon se AIPAC-u do ta lëj pa goditur Amerikën brenda? AIPAC-u është i kompleksuar në transparencë totale nga të gjithë kritikët e Amerikës ndaj tij. Ata sot një lëvizje të bëjnë kaq të vogël, ti do e shohësh i pari në lajme. Pra ka ndodhur një ndryshim i madh në Amerikë, që është krijuar një si thosh skanim me sentinele 24 orëshe në ditë të kontrollit tyre nga populli amerikan. BBC-a më në fund vllajëm, BBC-a më në fund kishte nxjerrë një lajm për vrasjen e një djali 14 vjeçar nga IDF-ja. Kishte 10 vjet BBC-a që nuk nxirrte vllaj, di e pash. Po ndryshon gjë. Domethënë, shikoja, edhe tek që bëjmë me çunat me ACTV në Amerikën, bëjmë një tema. Bëjmë tema gjeopolitike që ta kuptojnë njerëzit. Edhe ata që jetojnë në Amerikë më thonë, o gash, nuk kanë vetëm ata lob këtu, o vlla. Amerika është konglomerat lobesh. Absolutisht, shpërndërimo. Pafundësisht lobesh. Fati joni i madh, vlla. Fati joni i madh është që të bashkohen të ato lobet e tjera, të lënë diferencimet, i zhdukin këtë lobin njërin. Se ky është zhduket ai lob. Ky është lob kancerogjen, o vlla. Nuk zhduket, ai thjesht duhet të regjistrohet ligjin fare. Ky është lufta. Por instruon ligjin fare, e di se do kompleksohet gjithë politika amerikane, sepse çdo para, çdo dollar, çdo influencë e tyre do trajtohet si influencë huaj. Pra nuk është Amerika first, është Izraeli first. Pra në momentin që ata shkojnë ke ligji fara, edhe mos me dash ti me qyt Izraeli first, ti quh ligji Izraeli first. Është njësoj si një lob shqiptar në Amerikë. Çdo veprim i tyre
shfaqet si një veprim në favor të shqiptarëve në Amerikë që konsiderohet një influencë e huaj. Sido që të jetë. Pra, fuqia e tyre që quhet influencë amerikane, nuk është influencë amerikane, është influencë. Tash Trumpi nuk mund ta bënte këtë luftë shpend. Nuk mund ta bënte këtë luftë, po të mos e kërkonte Izrael. Bim dakord për këtë gjë. Si. Trumpi se bënte dot këtë luftë, po mos e kërkonte Izraeli. Po, kjo është mjetë politike. Do refuzoj, apo? Jam i bindur unë për këtë pjesë. Atëherë do fillojmë të analizojmë çik ç'është kjo luftë. Përderisa nuk do e bënte dot poshtë të Izraeli. Vëlla, Gjorgos Kyriakos ish agent i CIA, në 5 podcaste e kam pasur. Ja vlenej. Vetëm me gjuhë, po pra, vetëm me gjuhë. Ai ka dalë nga CIA për ta ditur njerëzit që na ndjekin nëse nuk e njohin, ka dalë nga CIA sepse ka parë tortura vëlla. Po sikur të themi teorinë që agenti i CIA-s njerë gjithjetër agenti i CIA-s. Edhe kjo mund të jetë më. Tashi mund ta thonë njerëzit kjo mund përdoret kundër për ty njëri Sorosit të rjetën i Sorosit. Dëgjoj. Për aq kohë sa ka një përjashtim vëlla le ta quajmë përjashtim dhe brada. Soros nuk ka qenë shërbim sekret. Më mut akoma. Jo, është më keq akoma. Këta do bëjmë një ndarje. Këta kanë nxjerr Putini për të parë si koncept. Shërbimet sekrete kanë ca rregulla, kanë ca struktura. Nuk ka rëndësi i Shqipërisë, sigurimi i shtetit, je i KGB-s apo i CIA-s. Po. Një agent një shërbimi sekret gjithsesi agent i shërbimit. Pse? Se ndryshe ta heqin qafe. Ky është diferenca. Kurse në raport me fondacione, organizata etj, ka të bëjë me rreshtim palësh. Tucker Carlson ti e di shumë, ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj të luftës në Irak 2003. Po. Ka qenë një nga sionistët më të mëdhenj në Amerikë, apo? Po. Kush Tucker? Pse? Se ka të bëjë me bashkimet e lira ose të promovuara ose sekrete të inkurajuara. Tani koncepti është që shërbime sekrete janë shërbime sekrete, kanë rregullat e tyre. Unë besoj që Kyriakos po bën punë shumë të mirë. Mos harrojmë çfarë është CIA, konglomerat dhe CIA. Ka rryma të ndryshme edhe brenda CIA-s. Ai ka bërë 2 vjet e gjys burgo vëlla. Edhe kanë bërë një deal i tha aty. Po deal të gjallë. The Diary of CEO kanë bërë një deal tha. Deali im është disa dosje top secret unë s'kam për t'i prekur kur e ka thënë troqa jo vëlla. Unë prandaj besoj, ai luan me limitet deri ku mund shkojë sepse ai runte veten e vet. Jo, unë të siguroj që ai nuk i bën asnjë dëm CIA-s, sepse po t'i bënte kaq dëm do e vrisnin. Pse? Ka rregulla shërbime sekrete. Është gjëja e parë, ditën e parë, u regjistrove, marrove firmose, e je dakord që të vrasin. Ka nevojë edhe për pastrim CIA mrena vetes si nxjerrë lloja gjësh. Ore po CIA përbëhet nga një konglomerat i gjithë rrymave të mundshme. Majtas djathtas qendër pro kundër, po ai gjëja që kam mësuar më shumë jetë, dikush është gjëja që kam mësuar më shumë jetë me këta. Shërbëtorët e tyre më të bindur i urrejnë më shumë nga të gjithë. Po. Sepse janë përçudnuar, janë shkelur me këta. Dhe unë jam i bindur që Beria me Stalinin më e ke rastin perfekt fare. Dhe unë jam i bindur që Kyriakos do të dëgjuar me shumë vëmendje. Do të dëgjojmë me shumë vëmendje. Pa harruar asnjëherë që këto janë mjete, instrumenta që ne si thosh të sqarohemi për disa gjëra të rëndësishme, sepse janë gjëra të rëndësishme për t'i ditur njerëzit për të ardhmen e tyre dhe të nesërmen, sidomos se me këdo bëhen, e këdo mbrojnë, e këdo inkurajojnë. Sepse këtu tash lufta e reale është ajo që ka shpjeguar filmi Spartaku i Stanley Kubrick. Ti shef Spartakusin, edhe romakët në fakt është rren. E vërteta bëhet në Senat, lufta midis dy palëve. Krasi, lufta është bërë te Krasi, kush e ka parë atë film? Është e gjitha te Krasit, te stercat e Krasit që i ka përdorur Jul Cezari më vonë. Edhe ka qenë generali Pompeit Jul Cezari, po njerëzit nuk e din se si ka qenë para asaj. Se gjithë lufta bëhet në Senat, siç po bëhet prapë në Senat lufta. Ky është leksion për shkencat politike çdo universitet. Ky është filmi Spartakus. Ky është leksion Kubrick. Domethënë pak si ka vlla Spartaku na quaj kët dush ti, shiko kët duash, gjithë lufta politike bëhet aty. Edhe te Black House, te kjo. Ky i përcakton perandorit. Si quhet kjo? House of Cards, e gjitha me radhë. Po ti shikosh ti, lufta më e madhe është tek ato dialogjet që bën ato në një zyrë të mbyllur me grila. Domethënë ka vajtur tjetri atje, po vriten, po hidhen ner familje, njerëz, ushtarë, e gjitha me radhë, këta thonë, jemi apo si jemi me pikët, si kapet perceptimi publik, e gjitha me radhë. Një ujë vlla kludam. Ujë sa më shumë, Andrea. Domethënë, ky zotëria Kyriakosi është njohur shumë i mirë i lindjes mesme. Perfekt. Dinte arabisht, kishte punu 15 vjet atje, e gjitha me radhë. U divorcova tha nga gruaja, normale se 8% tanët janë me divorc ta. Nuk mund ta gënjesh dot jetën, ne kemi të ndaluar t'ia themi gruas, ose do martohemi aty mrena, siç është martuar Kaçurelci, ai greku tjetër. Një nga arsyet që të kuptosh një agent real shërbimesh është gruaja që ka në shtëpi. Nëse gruaja vet është aty, ai grua vet është shefi i tij ose është agent edhe ajo. Mr. and Mrs. Smith of vlla. Më fal, e kam nxjerr për herë të parë këtë teori me Lul Bashën, kur e kam denoncuar në 2017. Po. Që gruaja e tij të shefja, e kam thënë, dhe ky nuk mund të ketë
një njerëz që ta rrej gjithë ditës. Edhe nga kjo impakt, ja ka rekomandoj gjithëve filmin serial A Day of Concord. Ditët e Concordit, seriali sezoni 2. Është një super që ju të kuptoni pse një agent ka nevojë për një grua, me qemin 8 mars, për një grua e cila është pjesë e agjenturës, ndryshe ai do ta vrasë gruan e vet. Mos do të diversohet. Dhe thoshte vëlla, Kyriakosi. Trumpi ka qenë Mar-a-Lago. E ka marrë Tel Avivi, zyrtar, po përmend emra se s'di kush e ka marrë, se mund të bëjnë spekulime kot tani, po dihet se kush raporton nga Tel Avivi dhe i ka thënë, ose do të dalësh në kran nesh, ose we are going to nuke Iran. E kanë kërcënuar me bombë atomike. Tani për mua vëlla, Amerika ka hedhur bombat atomike, atëherë kur s'kishte njeri, janë treguar të zgjuara Finoko vëlla. Ishin ata që kishin armë më të mira, hodhën në Japoni dhe pse specifikisht në Japoni, sepse janë popull që nuk dorëzohen botë, vetëm me bomba atomike mund dorëzoheshin ata. Ky është fakt historik. Është fakt historik, po dhe Irani, edhe Afganistani, ti mund t'i edhe Gaza, hidhi bomba largo zot atomike për ditë vëlla. Ai një që do mbetet gjallë atje, prap do bëhet martir. Do mbledh edhe 5 tjerë që do luftojnë. Se ata janë gjendje lufte, a kuptoni, ato popull vëlla kanë 45 vjet në luftë. Qa pretendoni, qa psikoze do kishim ne dy po të kishim lindur në Gaza, vëlla? Të kam thënë, si me lind, jo, ne po të lindshim në Gaza, e kena deklaruar që atëre, që u bë podcast, ma po të kishe lind në Gaza, ti do ishe rritur me idenë që ty po të shkelin me kom, ca njerëz të liq, dhe qëllimi jetës tënde është hakmarrje. Dhe mendo çlirimi sa i madh si kaos pastaj. Tu ngeli mua vëlla, te kjo e morën dhe e kërcënuan Trumpin që ne do godasim me bombë bërthamore ose atomike nukleare Iranin. Këtu është edhe dyshimi im. A nuk do ishte më mirë për Trumpin nëse do të bënte një lojë të dy fisht që Izraelit përdorte bombën bërthamore, po që nuk është brenda atij paktit, se këta derkucat e vëlla janë shumë të lezetshëm. Krijojnë pakte, traktate që të ndërkombëtare dhe vetë firmosin. Po është të mëshme. Po kjo është historia e njerëzimit me atarë. Çdo gjë është për ne, që ata të jenë jashtë dhe të na përdorin edhe të na kontrollojnë ne. Më fal, po ky është rregulli i parë, ABC-ja. Tu ma shpjegon dot vëlla çfarë logjike ka, pse Trumpi, po ti isha në vend Trumpit do thoshë po vëlla. Go on. Do kisha dalë në një ashtu që neve distancohemi nga bombat bërthamore, do kisha mbledh tër fuqitë e mëdha vëlla, do të kisha zbër Izraelin. O zot sa e madhe, po si o burrë. Po kë do kishim mbledh? Shtet terrorist burr. Po kë do mbledhsh ti? Rusin. Po se ta Rusia të karrem që shkoj për shele, tash ka një rregull botror. Me këta nuk luhet në atë formë që hajse do i kundërvijemi Izraelit dhe do ta mbysim dhe ta bëjmë. Izraeli ka një projekt që quhet projekti Samson. Po. Projekti Samson, për ata që nuk e dinë, se shumë e dinë ata që na ndjekin, është që në çdo kryeqytet të botës, të rëndësishmet, pavarësisht nga arrestimi i palëve, do plasë një bombë atomike izraelite e formës flag, nëse këto palë do t'i kundërvijnë Izraelit në mënyrë të organizuar për ta zhbërë këtë lloj Izraeli. Që do të thotë gjithë bota është një kërcënim të brendshëm, pasi këto nuk janë bomba me raketa siç mund të mendojnë njerëzit. Këto janë mina atomike. Pra këto ndodhen gjatë në vendet kryesore të botës, ndodhen nëpër kryeqytete, përfshi edhe Moskën. Këto ndodhen në Londër, këto bomba janë mina. Këto ndodhen në New York, Washington, në Los Angeles, në Texas, këto ndodhen në Paris, në Rom, ndodhen kudo. Në Shqipëri si bie radhës është i vogël. Po në vendet kryesore. Dhe këta diskutojnë që të kenë rreth 100 bushje bërthamore, në formë minash bërthamore, të shpërndara nëpër botë. Dhe ky quhet projekti Samson. Këto janë gjitha me buton, si bomba. Çdo do të jetë me buton. Do thotë që në një rast saktuar XY, Izraeli ndihet përballë një rreziku ekzistencial. Po. Dhe teoria e Samsonit është, pavarësisht thotë, se çfarë rol ke ti, fakti që në fund fare unë dështoj, edhe ti ke përgjegjësinë të atë dhe s'mund ta gëzosh. Pse vjen kjo nga fjala Samson? Për shkak se Samsoni e shujti gjithë qytetin, pavarësisht se gjithë e meritonin. Për shkak të dështimit të tij, se i nxorën syt. Tani, koncepti i Samsonit është që Izraeli ka një armë finale që është Samson. E ka shpjeguar Stanley Kubrick këtë, ke filmi Dr. Strangelove në vitin 1961, a 63, mbahet filmi më i bukur kundër luftës, është komedi e zezë. Pra, ti shef një komedi për fundin e botës.
Vetëm Kubrick mund psikopatia e tij, kuptimin e mirë të fjalës, bukur të fjalës artistik, mund të prodhonte që vetëm me komedinë jetë ka bërë me fundin e botës. Dhe personazhi kryesor i filmit është Kissinger, që e ka realizuar në mënyrë perfekte. Po e ka bërë kur Kissingerin se njifte kush. Niveli inteligjencës Kubrick, me syze, me pamje, me kokën, forma, që është një aktor vëndë dhe angles të humorit që luan 4-5 role në film. Pse i bëjnë këto hyrjet që shkputën me i film e tjerë? Sa i film duhet parë. Doktor Strangelove, Bardezi 1961-63 diçka aty. Kur shifte film do më kuptoni për çfarë po flas në raport me projektin Samson. Tani, elementi i dytë që ka projekti Samson është që ata e kanë shpikur Samsonin në vitin 1890, kur s'kishte bomba atomike. Me teorinë e tuneleve nën-toksore, që ti e di sa qefi kanë ata, në të gjithë Europën, se për Europën flitet në atë kohë, ku do mbusheshin me mina, me fuqi me mina, tritol, të asaj kohe, të gjitha kryeqytetet. Që do hidheshin të gjitha kryeqytetet me familjen mbretërore, me çat kishin qeveri e gjithçka tjetër. Në mënyrë që të realizoheshe konceptin Samsonit, pra ju morët një kundër nesh dhe ne ju përgjigjemi. Pse se bon 33-45? Se kishin tjetër projekt, se vetë lufta ishte projekti i tyre. Po ndoshta nuk i kanë fare më. Është false flag edhe kjo. Është presion. Dakord. Pyetja është, a i kanë mundësit? Po se jo, mundësit. Po nuk mendoj se i kanë se s'ri bota. Kanë bomba more. Po pse bota s'ka bomba? S'ka bomba bota. Ka rregulla si ti the vet. Kanë krijuar organizata për të kontrolluar bombat e tjerëve, po jo për vete. E ke para atë tipin, nuk e di, a është ministri i mbrojtjes a kryeministri i Kinës? Atë thotë që ne jemi gati thotë për një luftë. Po. Me Amerikën? Po. Kur ne nuk jemi thotë. Ne jemi fuqi mbrojtëse, po na sulmuan. Po na sulmuan e gjitha. Mirë është ta që neve të kemi marrëdhënie diplomatike, biznesi me Amerikën, sepse jemi dy perandorit të mëdha. Por po ta shikoni ta paradën e Xi Jinpingut, neve përpose kemi armë bërthamore që e ka Izraeli, Amerika, Franca, XY, Rusia dhe. Kina është i vetmi shtet në botë që ka dhe bombën me hidrogen. Kjo është gënjeshtër. Tani ai ta nxori aty o vlla. Jo, pse është gënjeshtër? Ai ta nxori në para. Sepse bombën me hidrogen ne kemi parë në 60-ën, duke shpërthyer në ato atolet që përdorin amerikanët në atë kohë për të bërë eksperimente me bombat e tyre. E kemi pa, ka shpërthyer bomba me hidrogen. Ai thot, kemi bombë me hidrogen me raketa. Me balistik. Me kokë raketore me hidrogen. Ndërkohë që ne kemi parë që rusi një ditë bukur na nxorin në 2022 që pas kish pas lloj raketa që ne si dishim apo jo. Sepse avancimi i tyre unik në botë tregon se kishin 30 vjet që i bëjshin. E njëjta gjë vlen për gjitha shtetet. Po Amerika është me minus sepse industrinë amerikane të luftës e kanë kthyer në strukturën më të korruptuar në historinë e njerëzimit. Dhe ditën që Elon Musk po bënte auditimin e Amerikës, mbamën që kishte vajta me ata 5 çunat e vet me laptopa etj. Si pun Andreas ata gjithë. Marrëshin punë ata. Gjithë zbërthimi i lakurishit gjithë Amerikës. Në atë moment, Andrea, je shumë i mirë. Je shumë i mirë. Mos e merr për ofendim atë që than për Elon Muskun. E do kopën, po. Edhe po thoja që në momentin që ai po shkonte drejt CIA-s edhe Pentagonit, stop, ndaloja, mand besoj. Sepse Pentagoni është gropa më e madhe historike e parave, që mund të ketë panë bota. Ç'do thot gropa më e madhe historike që ka panë bota? Pentagoni nuk dihet kurrë sa e ka buxhetin real. Sa para shkojnë në vit. Kurse korporatat e prodhimit e kanë bërë që një fishek të kushtojë 10 fishë një fisheku. Që do të thot Amerika sot e ka koston shumë të lartë se çdo gjë tjetër në luftë. Pse? Mjafton që është buxhetin $3 trilion në Irak të Amerikës, që ka shpenzuar. 3 trilion. Buxheti i luftës së një viti, totali gjithë Amerikës, lëvizte nga 700, 600 deri në 900. Në atë kohë flas. Aty bëhet fjalë që kanë lënë në grop të zezë $3 trilion amerikanë. Në atë luftë. Që ishte një luftë shkatërrimtare për gjitha palët, pa fitimtar. Vetëm me viktima ku shiitët dhe muslimanë dhe sunitët u vranë u pren me njëri tjetrin, se nuk është puna se kanë vrarë amerikanët 1 milion vetë, që ti themi këto gjëra. Kanë vrarë njëri tjetrin. Dhe Irani duhet kujtuar shumë mirë çka ka bërë në Irak. Pse do ta themi këtë? Irani duhet kujtuar shumë mirë çka ka bërë në Irak. Neve jemi në gjendje
të jemi aq inteligjent dhe aq të mençur sa të bëjmë dallime kur flasim duke bërë kompromise fjalësh. Po flasim Izrael-Amerikë, Izrael-Iran. Po flasim për regjime. Po ne duhet të jemi edhe po aq të ndërgjegjshëm, të kuptojmë historikisht kur flasim për këto terma. Se ka shumë njerëz që e paraqesin Iranin si ëngjëlli më të madh në botë. Jo, nuk është ëngjëlli më i madh në botë. Flasim për Ajatollah si ëngjëll më të mëdhenj në botë. Jo, Ajatollah nuk ndryshon fare nga Bibi Netanyahu. Vazhdojmë. Ku është rasti që njerëzit kuptojnë kush është Irani, i vërtet i Ajatollahve, jo Iranit. Por unë respekti që kam për persët se kam për asnjë vend përveç Europës dhe Amerikës. Vetëm ata kam unë respekt në botë. Nuk i llogaris kërkun tjerët unë për para persëve. Asgjë. Persët janë për të respektuar vëllazë, kanë civilizimin më të vjetër e më jetë gjatë në botë. Jo vetëm aq, po unë i kam parë persët e sotëm nëpër botë, çfarë vlerash kanë. Po. Dhe një nga këngëtarët e mi më të preferuar për të ardhmen, se unë flas kështu për të ardhmen, është i gocë perse në vendet nordike që ka fituar shumë çmime në muzikën jazz. Atë kam më të preferuar. E din ata që ndjekin se për çfarë flas. Tani këtë kam për kur të plakem, me thënë do të dëgjoj. Tani vazhdoni miq, dërgoni pyetje sepse pasi të mbaroj sekuenca parë e kësaj lloj gjëje do ju lexojmë. Vazhdoni dhe juve që po dërgoni donacione me pyetje sepse do lexojnë të gjitha pa përjashtim. E jeni me ngel më të madhe, jeni të sigurt për këtë gjë. Tani, koncepti është që ajo që kanë bërë krime, ai General Kasemi, me ata të tjerët në Irak janë unike. Tregon një general amerikan që ka qenë një nga njerëzit më kritik të Izraelit në histori. Ky u ftu nga Tucker Carlson në një nga podcastet më të mira, Huckabee që i vran atë fëmijën që po ushqente. E ke parasysh? Ky tipi ka shpjeguar në mënyrë perfekte krimet në Irak që kanë bërë midis njëri tjetrit, sunitët dhe shitët, të inkurajuar nga Irani. Dhe të shifshe tha shtëpi të tëra, thoshte, me gjithë familjarët e vrarë për 2 ditësh si kalbshin herë. Këtë kanë bërë iranianët e Kasemit në Irak. Krime pafund, lufta civile që është bërë në Irak, ishte një projekt i përbashkët Ayatollah Mossad. Tash unë të shpjegoj sot një nga gjërat më të çuditshme për njerëzit, që janë krijim që Ayatollahu është sot do të do them një nga gjërat më shokuese në raport me njohësit e gjeopolitikës, se si realisht janë ca gjëra që njerëzit nuk duan të shohin dhe unë mundu që ti kuptojnë atë mënyrën time dhe jemi në sfidë para gjithçkaje. Ajo që po ndodh sot në Iran është një nga ngjarjet më të rëndësishme për të kuptuar se si forcat që nisin bashkë një luftë kanë interesa të ndryshme. Sepse pyetja që është bërë është, a mund ta bënte Trumpi luftën pa Iranin, pa Izraelin, do të thamë nuk e bënte dot apo. Po ndërkohë, çfarë është lufta e Amerikës, çfarë është lufta e Izraelit, pavarësisht bashkë kanë 2 luftra të ndryshme. Dhe do kuptojmë në fund fare nga kjo analizë edhe një lloj bilanci për të parë ku janë e ku s'janë. Tani e vërteta është që këto ditë lufta reale që ka bërë Amerika dhe Izraeli nuk kanë pas fare përputhshmëri në raport me ndarjen e pushtetit në Iran. Izraeli është përpjekur me çdo kusht, me çdo mjet të inkurajojë fitoren e gardës kombëtare. Po. Njerëzit nuk e dinë çfarë po them unë tash. Do të shpjegoj pak. Në Iran ka disa lloj palësh. Një nga palët më me peshë që e do populli i Iranit, ndodh në arrest shtëpie, po në Iran. Është kryeministri i vitit 88. Qerzoi babai Arion Velis në Thonjza. Po. Ahmadinejadi. Po. Ai ka fituar zgjedhjet dhe ishte një njeri që ishte pjesë e revolucionit Ayatollahve, po ta kapësh. Se njerëzit nuk e dinë që revolucioni kundër shahut. Bukur. Njerëzit nuk e dinë që Irani ka ndryshuar në vitin 88, jo në 79. 79 fitoi revolucionin, 88-ën u krijua pra. Gru shteti Ayatollahsh. Po. Ktu të dajmë gjërat. Po. Tash e vërteta është Irani në vitin 88 ka pas para 88 një kryeministër përshëmbari, një zotni burr, i cili u mund me ushtar duke vrarë e masakruar popullin iranian në rrugët e Teheranit dhe shumë qyteteve tjera që votuan për partinë e Gjelbër. Po. Që ishte partia po muslimane. Po e vran ato avokat tani thot Bani. Këtë ish kryeministrin. Emrin SMS. Na e trego pak emrin pas ne kemi keq me emrat. Se ngatrohemi pastaj. Emri ka rëndësi. Se mund të mos jetë vërtet. Tani ky tipi u masakrua nga djali i Khameneinit që u bë sot. Po. I pari i Ayatollahve.
Ne kemi deklarat para 40 tetorëve. E ka mbajtur sekret, po ai është Bejtub, si e ka ai. Djali i tij është një pleh tipik nga këta të Sirisë, si ai që vrau popullin e vet. Tipik nga këta diktatorët kriminal. Beria i Iranit ishte. Po. Ai u lëvizte gjithë operacionet sekrete të terrorit në Iran. Ky që u zgjodh tani, që ky është projekti i Izraelit. Ahmadinejadin e dimë që është pra, po flasim për atë 88. Ahmadinejadi ishte personi që erdhi në pushtet me gru shteti kundër këtij partisë Gjelbër, që ishte parti e revolucionit islamik. Tani emrat i Gje Nikolaj, futun i partia Gjelbër, kush është në burg, shtëpi etj etj. Tani ky ishte shumë modern, ky tipi që erdhzuan në shkuptim modern, në vizionin që kishte Irani për botën, për historinë. Kush ishte vizioni i tij për Iranin? Ishte aftësi për të bërë tregti ndërkombëtare. Mirëqenie sociale dhe një lloj si thosh garancie të lirisë fetare të brendshme, që ishte shumë e rëndësishme. Dhe në vitin 88, këta që erdhën me këtë që u vra dhe djalin e tij që u zgjodh tani, këta nuk janë ata njerëz të cilët Irani do kishte nevojë të kishte në krye, sepse këta janë qenë lufte, çdo të janë qenë lufte. Ka ndodhur një ngjarje para 40 orësh që presidenti i Iranit ka kërkuar falje të gjithë vendeve të rajonit. Pse ka kërkuar falje? Sepse unë kam trajtuar këtë javë, ku kam mundur në media të ndryshme me Skype që kam qenë i ftuar, çështjen Irani e ka humbur luftën botërore. Ditën që i hapi luftë gjithë vendeve të gjirit. 12 vende janë bombarduar. Dhe presidenti kryeministri kërkoi falje. Pse kërkoi falje? Se këtu është çështja. Kërkoi falje sepse e kuptoi se ku po e çon garda islamike e Iranit vendin e tij. Se këtu është çështja e madhe. Kjo është një gardë e tipit hitlerian, deri në vdekje, deri në iranianin e fundit, si Zelenski, deri në ukrainasin e fundit, si Hitleri, deri në gjermanin e fundit. Po. Këta janë gati të shpallin luftë gjithë botës derisa vdes iraniani i fundit, sepse këta janë qenë lufte, këtë din të bëjnë, për këtë janë dhe s'din të bëjnë asgjë dhe kanë marrë pushtetin tashmë. Mendoj, del presidenti kërkon falje gjithë vendeve të rajonit pse u bombarduan, sepse kjo i bën të gjithë kundër atyre. Pra, i bën aleat Izraelit me zor, apo jo? Sepse ishte gabim. Ç'pun kanë këta të bëjnë armiqt të gjithë. Ata kanë, thënë, për të qenë sakt fare, ai ka kërkuar falje të gjithë vendeve të rajonit, muslimane të rajonit, Kuvajtit, Katarit, Jordanis etj, po ka thënë ne kemi goditur vetëm bazat amerikane dhe çdo goditje tjetër e keni nga Izraeli. Po pra, hajde se tu nuk merret vesh valla. Prit. Këtë kemi vetëm për Egjipt, vetëm për Arabinë Saudite. Po. Këtë lëm. Jo, prit. Këtë që s'kemi qelluar. Se ka thënë për vendet e tjera. Ka thënë vetëm që kemi goditur vetëm bazat amerikane. Tani çështja është nuk është e vërtetë që kanë goditur vetëm bazat amerikane. Kemi goditur godinave qeveritare. Dhe kemi falsflagë të Izraelit që janë kapur në Izrael, se këto do të trajtojmë sot, ka të bëjë me manzën e Shqipërisë. Po, thelbi çështjes është që kemi një trup qeveritare që nuk ka të njëjtën linjë me ushtrinë, Garda Revolucionare. Po. Kush i ka dronët edhe raketat? Garda Revolucionare. Tani fillojmë. Izraeli është interesuar të shkatërrohet Irani. Amerika është interesuar të negociojë me Iranin si me Venezuelën. Po. Dhe koncepti është që pengesa ishin ajetollahët, apo jo? Po. I pari i vendit. Po. Dhe vrasja e tij në vend që të trajtojë si avantazh i Iranit si luftë fetare, shkon dhe i hapën luftë gjithë lindjes mesme. Po. Kush e bëri këtë gjë? Qeveria jo, se ka bërë qeveria e Iranit. E ka bërë ushtria e pavarur, Garda Revolucionare. Tash i ndajmë pak ca gjona. Izraeli ushqen ujkun më të keq të Iranit, jo ujkun më të mirë. Interesi i Izraelit është që të vinë edhe më të këqij se ata që kanë qenë. Si të jetë justifikim për të shkatruar Iranin. Izraeli ka një objektiv të qartë, të shkatërrojë Iranin. A ka mundësi të mbushë Evropën me refugjat iranian? Projekti izraelit është i pastër anticivilizim perëndimor kundër Evropës dhe i pastër fare për të shkatërruar Iranin, Persin. Është objektivi i tyre. A është ky objektiv amerikan është pyetja? Jo. Dhe do ta analizojmë sot pse. Po të shohësh, Trumpi sot prapë ka thënë në narrativën e tij publike që i intereson të negocioj vetëm momentin që ata janë gati për negociata. Dhe ka dhënë një batutë sot shumë të rëndësishme. Unë do të negocioja me pa që kanë miratimin tim. Sot, kush është pala që ka miratimin e Trumpit? Trumpi tha dhe gjën tjetër që I don't give a fucking
Trumpit as I fjalë vetëm marr parasysh, po un po them se kush është interesi. Interesi real I Amerikës është që të ndalojë luftën me Iranin. Pse? Për shkak kapacitetit ushtrisë amerikane. E para, pa dilem tjerat. Ka shumë humbje më vëlla. Ushtria amerikane e ka sot buxhetin $890 milion në ditë. Po, ka shumë humbje. Kjo diskutim. Domethënë, e di pse ka humbje. Një antiraketor 15 deri në $30.000 iranian ka rrëzuar avion $50 milion një. Nuk ka fakte për këtë. Ka fakte, s'ka fakte tani vlla, unë nuk besoj asnjë vlla, raportin zyrtar të Masojllës tani di. Mua do të thamë ka marr Mossadi tani edhe është duke humbi amerikan nuk matet me lekë. Humbi amerikan matet me ushtarësh. Sepse amerikan nuk duan me ditë për atë pjesën e buxhetit. Më beso këtë që. Po tash si nuk do me ditë për buxhetin përse po bëjmë protesta. Brapa Trumpit është një industri e tërë ushtarake që mezi pret këtë humbje. Tash ne e dim pislokun amerikan të korrupsionit brendshëm institucional. Që është ushtria, është makina e luftës dhe është industria ushtarake. Këtu Trumpi nuk ka probleme humbjesh financiare zero, po ta them me sinqeritet, çka kam lexuar deri më sot është që e vetmja gjë që kënaqet gjithë ushtria amerikane është kur ka humbje financiare për të kompensuar, sepse do bëhet tender I ri, do bëhet rinovim I ri dhe Amerika si dhe Irani dhe Rusia, po ta shohësh, gjithmonë kanë problem stokun. Ti e di që ditë e parë Irani hoqi vetëm qafe vetëm stoqe. Ditë e parë të luftës. Nivelin e vjetër të. Ne mbajmë 6 muaj tha o vlla. Po çfarë bëri fillim? Hoqi vetëm stoqet e vjetra. Pra Irani nuk godet me armët më të mira që ka, godet me armët më të vjetra. Pastron magazinë që quhet. Tani kapaciteti prodhues I Iranit në raketa dhe në dronë është I madh apo jo? Tani kthehemi në Amerikë, është edhe më I madh. Problemi është do para. Tani në Amerikë I rregull. Nëse Izraeli është interesuar, gjithë votojnë pro buxhetit apo jo? Po. Demokrat e republikan. Pra neve nuk mund ta masim humbin Amerikës ke paraje, por ke ushtarët. Ky është problemi. Apo ke goditja e mjeteve ushtarake, siç është një anije për shkak. S'kemi asnjë anije të goditur deri tash. Le të shohim inteligjencë artificiale video. Nuk ka asnjë anije amerikane të goditur. Si ka mundësi për shembull që Bibi Netanyahu kanë nxjerr, më thon Tel Avivi zyrtar kanë nxjerr që do dënohen me gjoba dhe me burg, me privim lirie për të qenë politikisht korrekt, të gjithë rezidentët e Izraelit që do sjellin do nxjerrin video po. Burg. Je pakti. Namizi, vetëm se është nam terrori. Ta ndajmë pak. Goditja e Iranit deri tani në Izrael ka rezultuar me terror. Nuk ka rezultuar me dëme të rënda. Për shembull, kush është dëm real? Do ta them ti numëroj. Një rafineri nafte. Po. Nuk kemi asnjë rafineri nafte në Izrael me tym të zgjidhur të filmuar në distancë që të jetë goditur apo? Po. Nëse ka një objektiv për të goditur në Izrael janë rafineriet e naftës. Izraeli e bëri në Iran. Po, shi nafte. Ky është krim kundër njerëzimit, pse? Sepse nafta e djegur prodhon helm toksik, që do thotë ata po bëjnë një terror toksik në Iran. Që do thotë tymizi helmon njerëz, popullsinë civile. Dhe ai tymizi në Iran ka për të pas pasoja ke jeta e shëndeti popullit, por është gjë që monitorohet. Tani Irani nuk ka goditur rafinerinë e nafte në Izrael. Ky quhet dëm I armikut. Ti e di se çfarë problemi krijon në Izraelit goditja e rafinerive të naftës. Me pse se godet Irani? Është çështje edhe ne nuk e dim perspektivën e bombardimeve. Ne nuk e dim. Mbase do që Iranit goditet I pari, pastaj të godas I dyti. Ma kupton logjikën. Është goditur Irani. Po të flas ke rafinerit. Se jemi ke rafinerit. Po, është goditur Irani. Ama ne kemi një rafineri në Arabi Saudite që u pretendua që ishte bërë nga Irani. Po që ishte bërë nga Izraeli. Dhe sipas Iranit thotë ne un kam bërë gjithë pisliqet e mundshme, po këtë s'e kam bërë, si puna djallit me atë kur tha ai ma ka bërë ajo, basta këtë s'e kam bërë, tha e ka bërë vet. Tash koncepti është aty është zbuluar një ekip, një celul terroristësh të Mossadit, të veshur si terroristë iranian. Po. Dhe Takeri atë ka pas flamur beteje. Po. Dhe kjo e ka rritë shumë Takeri. Por nuk e ka pas nevojshme Takeri të silli prova dhe fakte. Se provë është historia. Kjo pa fund vëlla. Bombardimi I ambasadës izraelite në Angli. Gjithjetës. Londër. Gjithjetës. E ka bë vetë Mossadi. Po të gjitha më. O vëlla të gjitha. Dhe kjo sjell rrezikun e madh për Shqipërinë. Faq flagët, jo goditjet reale. Tani në Arabi Saudite goditja e rafinerisë është mohuar totalisht nga Irani. Por çfarë ndodhi lindjen e mesë po të goditen gjithë rafineritë? Shkatrohet komplet ekonomia. Sa shkon paraja? Kush janë fuqitë fituese? Kush janë fuqitë humbse? Të fillojmë të diskutojmë çik kështu sot, se ka ardhur dita, ka ardhur momenti. Mendoje pak rritjen e çmimit të naftës për shkak të mungesës së energjisë. Kush janë vendet fituese dhe vendet humbse?
Ti marrim rreth fituesit? Po. Amerika, Rusia. Po. Venezuela? Po. Që është po prapë Amerikë? Pra Venezuela, çka emra të ri po përdori për të parë sot. Venezuela, që siç e mbajmë mend Trumpi tha për Kubën. Po. Shumë shpejt do ndryshojë regjimi. Sipas standardit Trump. Negociata me një regjim që është aty. Po. Hajtë merremi vesh. Ose do ju vras të parin, që të vijë dyti siç e bërin Venezuelë. E njëjta gjë që tha për Iranin dje dhe sot. Tha, i pari venit duhet të jetë dakord me ne. Ajo është, e di çfarë është ajo Iranit. Ajo është i provokim që po i bëhet Trumpit të fusit trupat në Iran. Nuk i fut dot. Aty është vdekja politike e çdo lloj gjë tjetër e Trumpit, sepse aty do ketë humbje jetë njerëzish pafund. Një nga analizat që kemi bërë për Hitlerin ka qenë që si u fut pa logjistik, apo? Po. Amerika ka zero shanse të futet sot në Iran. S'ka ku futet. As i shtet nuk e ka. Pra. As i shtet nuk e ka. S'ekziston ajo forcë. Asnjë sekond. Aty janë lëra, fjalësh. Si thaj, ka pushtova Venezuelën se i mori të parë të vendit. S'është pushtova Venezuelën. Apo? Këtu kemi diskutuar ne. Se tjerë thoshin po pushton, po ku ka pushtuar valla, thjesht po negocion. Dhe ideja është pushtim relativ është, po nuk është, po jo pra, ky është doktrina Donro. Kjo është doktrina e re. Doktrina e re është që kanë forca aeroplanësh, atë kam avantazh, dhe aeroplan bajs, apo jo. Do e përdor për të bërë presion. Paqen nëpërmjet forcës, apo jo. Tani rasti iranian është shumë i veçantë, sepse kemi dy ushtri që duket që bashkëpunojnë, por kanë interesa të ndryshme. Dhe kjo duket dhe ka objektivat. Po. Izraeli ushqen ujkun më të keq të Iranit prej 40 vjetësh. Sa i bie? 179, sa i bie? Prej 40 vjetësh i bie. Po, 47 vjet, ku diun sa i bie. 50 vjet, 52 vjet. Irani është viktim e Izraelit që në vitin 79. Aeroplani që e solli revolucionarin e madh Khomeini ka qenë i pari Ayatollah Khomeini. Që e sollin ata ishte me aeroplan të sponsorizuar nga Mossadi i Francës, nga lobi jude i Francës, për të hequr qafe fuqinë vetme aleate të Amerikës të fuqishme në rajon, që ishte Irani. Shau. Dhe Shau vetë ishte i zhytur komedor, kuptohet. Dhe ata këtë edhe ai vetë erdhi në pushtet po me këta. Tani koncepti qëndron që sot në Iran pushteti po shkon për herë më shumë në duart të këqija. Sepse ky pari venit, që është Ayatollah Uri, ky është personi që ka dirigjuar të gjithë krimet e Ayatollahëve në Iran nga viti 78 e deri më sot. Ky ka organizuar vrasjet masive të studentëve që ishin musliman, jo në kuptimin e origjinës fetare, të partisë Gjelbër. Nuk i di që është partia Gjelbër, është një parti islamike, e cila drejtoi vendin me shumë sukses dhe të prosperitetit. Dhe kryeministrin e tyre e fitoi votat. Dhe këta sulën babën e Erion Vrisi, themin, Ahmadinejadit, tallemi. Sulli Ahmadinejadin pushtet me dhunë, duke manipuluar votat. Dhe Irani u bë një fuqi, siç e donte Izraeli. Siç e thoshte Gjesh Fishta, si janë shqiptarët morbi, siç e do Hasmi. Irani e ka pas regjimin siç e donte Izraeli. Çfarë donte Izraeli? Një regjim sa më armiqësor. Po. Në mënyrë që justifikonte sa më shumë luftra. Po. Izraeli nuk ka kosto njerëzore. Ti vriten të gjithë valla, nuk janë ndjen të bombardohet Tel Avivi nga mëngjesi deri në darkë, ke parasysh, nuk janë ndjen. Problemi është që çdo bombë që bie mbi Tel Aviv gëzon gjithë planetin, prandaj bën censurë ata. Çdo bombë që bie mbi Tel Aviv është fest kudo në botë. Mirë ja bën këtyre qenave. Kjo është batuta në çdo gjuhë të botës, kinesisht, anglisht, spanjisht. Po, nuk i do njeriu. Nuk i do njeriu. Ata na janë imponuar neve që këtë urrëtie ta kanalizojmë në heshtje, po prap vëllant, ata nuk i do njeriu. Tani Ayatollahët si regjim kanë shtyp popullin e vet. Dhe e kanë kthyer të gjithë Iranin në një fuqi ushtarake. Çdo thot. E kanë kthyer vendin si Kota e Verhoxhës si gjithë populli ushtar. Po. Vetëm me bunker. Nuk gjen vend më të fortifikuar në botë sa Shqipëria, në aspektin e bunkerëve flas. Në kohën e regjimit komunist. Le topa e tankës ato i grinte Amerika. Po bunkeri ka kosto. Sepse një raket që shpërthen një bunker vlen diku ke $800,000, $500,000. Edhe një bunker ke pas bënte sa çfarë them unë, as i gjë, disa mijëra dollar, më kupton logjikën. Koncepti ishte që Shqipëria u kthye gjithë populli ushtar, të jetojnë punojmë si rrethim. Po. Një regjim ajatollash si koncept. Po. Edhe Irani ka një fuqi të jashtëzakonshme, raketash dhe dronësh. Sepse është vetëm një armë që i bën punë. Pse? Sepse godet Izraelin dhe vendet e rajon. Jo sepse bën luftë. Nuk është Irani fuqia më e madhe toksore tankiste. Më kupton? Ata kanë shumë të zhvilluar teknologjinë e dronëve, teknologjinë e raketave, por kanë një ushtri normale
toksore. Po jo shumë të fuqishme. Kishin bërë një video kështu me tallur në anime për këtë Bibin. Që ti bëjmë ato ushtri që kam ushtarët e mi janë të mirë për të përdonuar femra dhe për të vrarë fëmijë. Sa e bukur. Po këta nuk janë për luftë. Po fiks. Kush më? Këta përballë toksore me Iranin. Vrasin femra dhe përdonojnë femra dhe vrasin fëmijë vlla. Ka që të bëjnë ushtarët e Izraelit. Këta hëngrën me nder me palestinezët e armatosur me kallash o burri dhe ot. Kaq vjet edhe sfituan dot i betej. Domethënë, pa tash, vetëm bombardohesh shfaros. Avokate, di se është probleme se si çdo lloj lufte vëlla që nuk ka informacion, sjell dy ekstreme. Janë ekstremistët pro-Izraelit në Shqipëri, që unë kur shikoj ca debila. Nuk janë debila. Po vëlla, po le të shih se ata që njohim neve nuk marrin lekun. Ti thua këta budallit që shohin këtu. Këta idiota që dalin kështu e lart e poshtë nga 20 deri 70 vjeç, a kupton? Ti thua online apo në televizor? Mandaj. Televizor o vëlla. Aha, këta në televizor. Jo, një sekond. Është biznes. E ke gabim, është biznes, është biznes të pirje, është i lekët. Nëse mund ta bëjmë për lekë ose për të lëpir, për të lëpir bythën dikujt të gjë tjetër. Dgjoj, kur lëpin një herë mësohesh se s'bën më përshtypje, do lëpish gjithmonë. Izraeli është në të drejtën e vet. Ku sytë tu e gjeti Izraeli të drejtën e vet vëlla? Ma shpjegoj çik faktin e të drejtës. Një popull që ka 3000 vjet që përçudnohet. Dhe nuk mund ta kenë të gjithë fajin vëlla tër bota për ata. Është si puna vëlla, një sekond. Po 3000 vjet që njohin ne. Janë këta u bërë, po nuk janë këta. Po 3000 vjet që njohin. Po s'kan lidhje fare vëlla. Po këta janë asgjë, e vetmja gjë që s'kan lidhje këta është rrena e tyre që kanë shpjeguar që janë 3000 vjet. Kanë më gjej një zyrtar politikan të Izraelit që nuk është polak, ukrainas, lituanez apo ndonjë kështu nga këto. Po avokat, unë dua ta di se çfarë, unë flas për masën në vëlla, unë e di që këta janë kazar, e di që e kanë në shekullin e 17-18 kanë marrë çik nga Islami, çik nga katolicizmi, çik nga ortodoksia, çik nga paganizmi, i morën gjitha, morën dhe simbolin e Ylit Davidit që s'është Yli Davidit. Është i Balit. Po s'është i Balit, ajo është progresion gjeometrik. Futur ke tempulli i Balbekut, hap ngri kokën lart dhe Ylit Davidit. Ke tempulli i Balit. Domethënë, këta ja kanë kriju. Vet Putini thotë që ne nuk hym dot në Izrael, në Tel Aviv se ka 2 milion rus. Po më. Rusisht e gjua dytë. Rusisht e gjua dytë. Pra, plase i ka marrë nga Rusia, ka marrë gjithë pedofilat e Rusisë. Vën Izraele për vrasjet e gjonat, por le të shih se i dim se çan ndodh atje vëlla. Nëse. Ne dim se çan ndodh atje. Edhe unë nuk kam frikë ta them fare. Po nuk, se s'kam për të bënë herë biznes me këta. Absolutisht. Që të kem frikë se mos më prishet në kontratë ose bleshi për këta janë në hak me neve, vëlla, dhe në hak me fëmijët. Ore me ne kur kanë qenë në rrezikën e shpëtu kanë marrë punë me ata. Tani ndahet e kjo pjesa debila që thon Izraeli është në të vërtetën, për të qenë ka përcjell. Si thuti atë fjalën? Qarkulla, se më pëlqen. Ka